Nderuar Ministër Malaj, të nderuar përfaqësues të medias, në radhë të parë dëshiroj të falenderoj misionin e Fondit Monetar Ndërkombëtar për diskutimet e sinqerta dhe të frytshme që kemi pasur gjatë këtyre 2 javëve. Këto diskutime të zhvilluara në kuadrin e konsultimeve të artikullit 4, fokusuar në identifikimin e politikave të duhura për të ruajtur stabilitetin e përgjithshëm ekonomik dhe financiar të vendit, si parakusht për një rritje sa më të shpejtë dhe qëndrueshme në afatgjat. Në vijim do dëshiroja të ndaja me ju opinionin e Bankës së Shqipërisë mbi temat e diskutuara. Të nderuar pjesëmarrës, pas përballjes me sukses të 3 sfidave madhore në gjysmën e parë të dekadës, ekonomia shqiptare ka vijuar të shënojë një rritje të shpejtë të qëndrueshme gjatë vitit 2025. Sipas të dhënave të Instatit, vëllimi i aktivitetit ekonomik, punësimi dhe pagat në sektorin privat jo bujqësor kanë ardhur në rritje në gjysmën e parë të vitit. Bazuar në informacionin e disponuar, to trende duket se kanë vazhduar edhe në gjysmën e dytë të vitit. Paralelisht me to, treguesit kryesor të ekuilibrave ekonomik dhe financiar të vendit kanë mbetur solid. Në veçanti inflacioni i çmimeve të konsumit, stabiliteti të cilit përbën dhe objektivin primar të punës tonë, ka qëndruar në nivele të ulta, pranë, por nën objektivin tonë gjatë vitit 2025. Presionet e kahut të sipërm nga rritja e pagave dhe e kostove të prodhimit janë neutralizuar nga mbiçmimi i kursit këmbimit, nga goditjet pozitive të ofertës dhe nga pritjet e ankoruara të agjendave ekonomik. Në të njëjtën kohë, rritja e kërkesës në treqet e produkteve dhe të punës ka sjellë më shumë të ardhura dhe ka përmirësuar bilancet e bizneseve dhe të familjeve shqiptare. Vijimi i procesit të konsolidimit fiskal është pasqyruar në nivelet të ulta të deficitit buxhetor dhe në rënjet më tejshme të borxhit publik. Rritja e eksporteve të shërbimeve ka amortizuar rënjen e eksportit të mallrave dhe rritjen e importeve, duke konsoliduar përmirësimet strukturore në bilancin e pagesave dhe duke vijuar të shtojë presion në kahun forcues të kursit të këmbimit. Së fundit, treguesit kryesor të shëndetit sektorit bankar, likuiditeti, rentabiliteti, cilësia e portofolit kredis dhe kapitalizimi mbeten në nivele të mira. Banka e Shqipërisë ka patur kontributin e saj pozitiv në këtë tablo zhvillimesh. Politika jonë monetare ka mundësuar kontrollin e goditjes së huaj inflacioniste, kontrolli i cili u arrit në një kohë të shpejtë dhe pa pasoja negative në trendin e rritjes ekonomike dhe në treguesit e stabilitetit financiar. Në këtë aspekt gjejmë vend të nënvizoj se 2 shtyllat kryesore të regjimit ton monetar, inflacioni i shënjestruar dhe kursi i lirë i këmbimit, na kanë krijuar fleksibilitetin e duhur në përballimin e këtyre goditjeve. Në veçanti, forcimi i kursit të këmbimit ka ndihmuar në ribalancimin e sektorit të jashtëm të ekonomisë dhe në frenimin e transmetimit të inflacionit të huaj në tregun vendas, duke bërë të mundur edhe një kurs mjaft më akomodues të politikës tonë monetare. Normat e ulta të interesit në tregun vendas kanë nxitur dhe vazhdojnë të ushqejnë një rritje relativisht të shpejtë të kredisë, rritje e cila ka mbështetur zgjerimin e konsumit dhe të investimeve private në vend. Po ashtu Banka e Shqipërisë ka vijuar procesin e mbikëqyrjes së kujdesshme dhe të rregullimit të bazuar në rrezik në tregun financiar. Në aspektin rregullator, ne kemi punuar për rishikimin e njësër rregullore të sektorit bankar dhe të institucioneve financiare jo banka me synim rritjen e mbrojtjes së konsumatorit, reduktimin e kostove të kredive dhe të transfertave dhe kontrollin më të mirë të rrezikut të aktivitetit dhe rreziqeve të tjera. Gjithashtu Banka e Shqipërisë ka përdorur instrumentet e saj makroprudenciale duke rritur shtesën kundër ciklike të kapitalit dhe duke vendosur kufi uniforme ekspozimit sektorit bankar dhe kredive hipotekore. Në aspektin mbikëqyrjes, fokusi i punës tonë ka qenë monitorimi periodik i institucioneve të licencuara dhe të rregulluara prej nesh me një theks të veçantë në kontrollin e ekspozimit ndaj rrezikut dhe
respektimin e kërkesave ligjore në kuadër të parandalimit të pastrimit të paras. Në të njëjtën kohë, ne kemi vijuar punën për zgjerimin dhe diversifikimin e tregjeve financiare dhe të sistemeve të pagesave. Pa dashur të përsëris komunikimet tona të mëparshme, e gjejmë vend të nënvizoj se antarësimi i Shqipërisë në SEPA, antarësimi i cili u bë operacional në tetor të vitit 2025, është finalizimi një pune të gjatë dhe komplekse të Bankës së Shqipërisë. Ky antarësim është dëshmi e shkallës së konvergjencës tonë rregullatore dhe infrastrukturore në sistemet e pagesave. Ai redukton kostot e transaksioneve me partnerët e huaj dhe nxit integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Parashikimet tona për të ardhmen mbeten pozitive. Në vijat përgjithshme, projeksionet tona sugjerojnë se ekonomia shqiptare do të vijojë të rritet në horizontin afatmesëm me ritme të parafërta me ato të vitit aktual. Në gjykimin ton, këto ritme rritje do të mundsojnë një shfrytëzim më të mirë të burimeve prodhuese të vendit, duke krijuar hapësira për kthimin e inflacionit në objektiv në gjysmën e parë të vitit 2026 dhe stabilizimin e tij rreth nivelit 3% në vitet pasuese. Banka e Shqipërisë gjykon se projeksionet për një ecuri të balancuar të kërkesës dhe të ofertës në ekonomi diktojnë dhe nevojën e një kuadri të balancuar dhe neutral të politikave makroekonomike. Në këtë kontekst duhet të theksoj se angazhimi i politikës fiskale për të vijuar procesin e konsolidimit të deficitit buxhetor dhe të borxhit publik, si dhe regjimi i lirë i kursit të këmbimit, i krijon më shumë hapësira politikës tonë monetare të reagojë në kohën dhe në kahun e dur për kontrollin e inflacionit dhe stabilizimin e ekonomisë. Po ashtu ne do të vijojmë punojmë për konvergjencën e mëtejshme të kuadrit tonë mbikëqyrës rregullator me standardet e Bashkimit Evropian dhe praktikat më të mira të fushës. Vimi i realizimit të detyrave tona në kuadrin e procesit integrimit, si dhe programi i vlerësimit të qëndrueshmërisë së sistemit financiar shqiptar, pra EFSAP, i cili do të zhvillohet vitin tjetër në bashkëpunim me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore, do të na jap një udhërrëfyes të mirë për reformat e mëtejshme që duhet të ndërmarrin. Në mbyllje dëshiroj të theksoj se Banka e Shqipërisë do të vijë të mbetet e përkushtuar në respektim të objektivit saj primar, atë të ruajtjes së stabilitetit të çmimeve, si dhe në përmbushjen e të gjithë detyrave të tjera të saj në kuadrin e stabilitetit financiar, të zhvillimit të tregjeve financiare dhe të sistemeve të pagesave, si dhe në procesin e negociatave për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Gjithashtu ne do të vijojmë të ofrojmë ekspertizën tonë në fushën e reformave strukturore, të nevojshme për një rritje sa më të shpejtë, sa më të qëndrueshme dhe më gjithëpërfshirëse ekonomike. Ju falemnderit.